me këtë program është që t'i japim krah ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që të dyfishohen. Pra, ato që janë të mesme të rriten dhe të bëhen thuajse të mëdha, ato që janë të vogla të rriten dhe të bëhen të mesme. Është shumë e rëndësishme që kjo frymë bashkëpunimi që kemi pasur deri tani dhe dua ta falenderoj specifikisht guvernatorin, pasi ka qenë kyç në këtë projekt dhe natyrisht duke e falenderuar duhet të them që do kisha shumë dëshirë që ta falenderoja prapë mbas 6 muajsh për suksesin e këtij projekti, dhe suksesi i këtij projekti varet edhe nga presingu që do t'i bëj guvernatori, i cili u ka qenë i vogël kaluar edhe basketboll, edhe pse jo në nivelin e Ilir Trebickës që është në sallë. Presingu që do t'i bëj bankave të nivelit të dytë për t'i nxjerrë nga zona e komfortit. Nga ana tjetër, duke qenë se bankat kanë një manual të tërë justifikimesh që e përdorin me eficiencë të lartë, dhe një nga këto justifikime është që planet e biznesit të ndërmarrjeve të vogla të mesme nuk janë mjaftueshmërisht të arrira dhe mjaftueshmërisht bindëse. Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces, që nuk e kemi pasur tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombeve të Bashkuara këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspert ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt Ministria nga biznesi, dhe ka edhe një chat box që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund të kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejtë, por edhe si një urë që do të na lehtësojë shikimin e gjithë pasqyrës së lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe njëkohësisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program. Por